Jemi 48 orë para zgjedhjeve të jashtëzakonshme nacionale. Kemi ftuar në një intervistë ekskluzive kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, DKNP, zotrin Xhavit Haliti. Zoti Haliti, mirë se ardhët. Mirësëmëngjeta. Zoti Haliti, jeni sërish kandidat për deputet. Çfarë ju riktheu dhe kësaj radhe kandidoni për urtësin e deputetit? Unë e di veten misionar në jetë, kam pas një mision në jetë për me shliru Kosovën, me vepru për interesat e saj dhe që është e vërteta, jam i lumtur që ajo që neve kemi mendu dikur si tri, ku kemi fillu dhe me vepru ilegalisht, e kemi realizu si general. Dhe tani ka boll për të bërë për Kosovën, ka boll për të bërë edhe për pejen. Ka shumë gjëra të cilat duhet të rirregullohen, duhet të transferohen në mënyrën e duhur për të arritur diçka që neve e kemi guhen plot Evropë, plot Amerikë, plot Perëndim, dhe kjo normalisht që kërkon njerëzit që janë të përkushtuar për vendin dhe janë të përkushtuar për interesat e qytetarëve të saj. Keni qenë për shumë mandate deputet, keni marrë pjesë pothuajse në çdo proces të rëndësishëm të Kosovës. Kësaj radhe cili është misioni jot? A ndjeni akoma që keni borxh ndaj qytetarëve? Jo, unë borxh nuk kam, sepse mendoj që kam të i kalu obligimet e një qytetarit të Kosovës edhe një njeri që mision i ka caktu dhe detyrja kam caktu në vetës, ma ka caktu kur detyrët. Por në Kosova ka nevojë për politikantë mirëfillt, ka nevojë për njerëz të përkushtuar për këtë dhe ka nevojë për njerëz që duan që Kosova të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, pjesë e NATO-s dhe procesin të cilin e kam fillu me perëndimor. Thoja këtë variant dhe kemi qu deri dikon, duhet me qu deri në fund. Dhe për me qu deri në fund, mendoj që duhet me pas pajtueshmëri politike në nivel të Kosovës. Jo me fjalë, por duke pas parasysh cilat janë detyrat tona dhe për t'ju përkushtuar veprimeve të cilat janë në funksion të kësaj përmes kryerjes së detyrave. Okej, isha ndalë tek mandati i fundit, mandat ta quajmë asnjë vjeçar, sepse në shkurt kanë zonë zgjedhjet e nacionale, tash 10 orë po përsëritën. Çish e ke shikuar këtë një vjeçar ta quaj të parlamentit nga këndvështrimi juaj pa prezencën tuaj aty? Ky nuk ka qenë mandat, ky ka qenë një lojë, do ta quaja e papërgjegjshme e Albin Kurthit dhe vetëvendosjes, një lojë e cila i ka kushtu Kosovës disa qindra milion euro, i ka kushtu Kosovës me sanksionet e BE-s, duke mos e funksionalizu parlamentin dhe qeverinë për të zhvilluar një debat mirëfillt që ato sanksionet hiqen dhe të ecë Kosova përpara. Dhe dyta, gjatë kësaj periudhe edhe dialogu strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është ndërprer, kështu që kemi met me shumë çështje mbrapa. Unë e di pak a shumë që Albini është frigu asaj që po e quajmë prioritet të tij që e ka pas veriun, me të cilin është krenu dhe njerëzit janë mashtruar, sepse unë e kam dëgjuar njerëz shumë që Albin Kurthi e ka shliruar veriu. Po veriu s'ka qenë as i robnum, po ka qenë në një farë mënyrë i administruar nga 4 kryetarë shqiptar, të cilët në një mënyrë ose në tjetër kanë pas nga 200-300 vota, sepse kryetarët sërbë kanë dhënë ndërheqje me urdhën të atij Vučićit. Qoftë se ka qenë kështu, atëherë nuk e di a ka mujt me u rregullu kjo punë më mirë dhe më përshtatshëm, me qëllim që të mos na ndodhin sanksionet e Bashkimit Evropian, apo me zhurma dhe me tamtame thua që ku me di që ka ndodhë
në interes të Kosovës, kanë vendosë 4 veta, kanë marrë rroga, drejtora, ku ta diun, kanë qeverisë. Nuk po them që kanë qeverisë keq, por sankcionet janë vendosë pikërisht për këtë. Sepse është dashur, unë po mendoj që është dashur në momentin që ata kanë dhënë dorëheqje me ndryshu diçka. Ndryshu diçka që mos me u duk që neve s'po dojmë me i lënë ata me marrë pushtet. E ka pas, po besoj, edhe parti tjera dhe është dashur me garantu pak ma mirë procesin zgjedhor. Procesin e dytë, për qëllim që ta fuzionohet disi pushteti i përbashkët dhe të shkohet në drejtim të asaj të zbatimit të kushtetutës, sipas së cilës do duhej të respektoheshin disa çështje për të cilat jemi të obliguar. Okej, si parti, si PDK, a jeni të gatshëm të zgjedhje apo e shihni një farë lloj presioni zgjedhor? Jo, si PDK ne jemi të gatshëm për ta fituar zgjedhjet. Jemi përgatitur për të fituar zgjedhjet dhe jemi përgatitur për ta bërë Bedri Hamzën kryeminist dhe për ta bërë një qeveri koalicioni, ndoshta, e cila do t'i merr përgjegjësitë e veta konform interesave të Kosovës dhe do të punoj shumë për programin, sepse nëse bëhet një koalicion, normalisht që programi duhet të diskutohet për të pas një program përbashkët, sepse një qeveri nuk mund të funksionojë me 2 programe. Por unë po besoj që Partia Demokratike do të dele para në këto zgjedhje dhe nga ky këndvështrim pastaj do të përzgjedhen edhe anëtarët e koalicionit që do të jetë. Okej, a e shihni më të pjekur politikisht sot PDK-n? Edhe tjetra po më intereson një farë forme reforma që është bërë. Reforma për cilën është thirrur PDK-ja se po e bën. Një farë forme është reformë artificiale apo me vërtet ka ndodhur reforma në PDK? Unë reforma bëhet konform përgatitjes së dokumentave. Reforma bëhet në 2 aspekte. Aspekti i parë, programi i partisë, që miratohet konform ideologjisë që e ke pranuar si parti, dhe statutit që është pjesë e statuteve të partive politike evropiane. Ne jemi parti liberale dhe duhet domosdoshmërisht në Kongresin e Arshëm Partisë ta harmonizojmë programin e Partisë Demokratike me programet e partive liberale, edhe statutin duhet të harmonizojmë me programet liberale dhe atëherë do të konsiderohet që na jemi parti liberale. Nëse jo, atëherë do duhej me diskutu se cila është ideologjia jo. Deri tani, tana partit politike në Kosovë janë parti më shumë me orientim nacional, më thënë me një patriotizëm të theksuar për shkak të së kaluarës, për shkak të përpjekjeve për të stabilizuar dhe për të bërë shtet, për shkak të përplasjeve 100 vjeçare me pushtuesin që kemi pas këtu, është justifikueshme sepse edhe populli e bën pak nacionalizëm në shi. Kushtet e pas luftës, ose luftat që kanë ndodhur, tani disa kanë mbështet, disa se kanë mbështet, disa kanë qenë pjesë e luftës, disa s'kanë qenë. Dëshira gjithë është me pas kapakisën në luftën në UÇK dhe është mirë që është të i kalu kjo faza e përplasjeve ke qenë luftë apo s'ke qenë luftë. Tani lufta jonë, betejë jonë është Kosova në Evropë, Kosova në NATO, Kosova në OKB, Kosova në Këshillin e Evropës, Kosova në institucionet ndërkombëtare gjithkund prezente, në Interpol, në gjitha institucionet ndërkombëtare dhe përshtatshmëria edhe me ligje, po edhe në praktikë e legjislacionit evropian, që ka të bëjë shumë, se njerëzit nuk e dinë, njerëzit mendojnë që na duhet veç me bërtit EU ose USA, kjo nuk shkon,
Thonë, ne kemi problem shumë të madh me ambientin në Kosovë, sepse ambienti është kostoja më e madhe e atyre që duan të integrohen në Evropë, dhe për atë arsye desha të futem në një temë të veçantë që i takon Pejës, Istogut edhe Deçanit, si zona, po them, më e bukur e Kosovës, me rrafsh, me bjeshk, me ujë, e cila duhet me menaxhu mirë ujnat e veta, me bo pastrimin e lumeve dhe me mbrojt pyjet. Dhe njëri ndër faktorët për mbrojtjen e pyjeve, kisha me thonë që është ndrohja e qytetarëve. Unë mendoj që për Pejën, Deçanin edhe Istogun do duhej me bërë një ndrohtore të veçantë, gjithashtu edhe për Gjakovën e Prizrenin. Arsyeja e parë është sepse e ruajmë ambientin, nuk ka se Peja nga njëherë den me qenë qyteti më i ndotur në Kosovë. Është më i ndotur se Prishtina në dimën, sepse ngroja është me dru ose me qymyr. Dhe për këtë arsye janë dy shkaqe. Shkaku i parë është që e ruajmë pyjet, nuk prej njerëzit pyjet për të ngrohur. Shkaku i dytë është që kostoja është më e lirë shumë me ngrohje qendrore se sa me ngrohje me dru, dhe çështja e tretë është ruajtja e ambientit. Okej, Gazmend Muhaxheri kishim në mision para një jave, edhe një farforme konfirmoi koalicionin, edhe pse jo akoma zyrtarisht e konfirmoi, tha po, do të jemi prapë me PDK në Pej, sepse në një farforme tha na ka mbështet në konstituimin e kuvendit komunal. A mund të konfirmohet një gjë e tillë nga ana juaj, zot Eridi? Ne akoma nuk kemi fillu bisedimet. Unë mendoj që do t'ulem me gazin, ne kemi kushtet tona, dhe në qoftë se gazi pranon kushtet tona, normalisht që mund të jemi në koalicion. Kuptohet që për këtë duhet me bisedu edhe me kryesinë e partisë, po besoj që nuk do të ketë kundër dikush, por marrëveshja duhet të jetë e zbatueshme dhe e përgjegjshme në zbatim. Okej, qytetarë shumica nuk e din, keni dhënë kontribut jashtëzakonshëm gjyqëditjen e Pejës me projekte. Mirë po them në anën tjetër, gjitha këto projekte që i ki sjell, ju kanë adresu si projektet gazit. A ju kanë penalizu si parti koalicioni me Gazmend Muhaxherin, për ndoshta që vazhdoni të rriteni numrin e votave? Në Pejë kam dëgju njerëz të thonë që Gjaviti udhëheq me Pejën dhe gazi, çka të thotë Gjaviti? Jo, këto janë pa vërteta, unë nuk e kam penguar në asnjë rast gazin, se kam kurzu me kur gjë. As nuk i kam shku ndonjëherë me i kërku diçka, as pak për këto çështje që kanë bojnë me financa, me tendera, me kështu, nuk jam përzi kur. Ndoshta në punësim ndonjëherë e kam pyet a ka mundësi me punësu dikën kur më ka afru dikush për diçka, në mësues, në kështu. Po s'ka pas shumë. Në një rast, dy raste, besoj për 4 vjet, ka që e kam lut gazin me bërë. Koalicioni ka punu mirë, drejtori paktën nuk ka pas probleme me ligjin, me putadione. Mendoj që koalicioni kur bëhet për interesa dy anshme. Besoj që nuk ka me pas problem. Në sa e përket aty në projekteve që i kam zirë, gazi ka njëherë, më ka thonë, nuk e kam ditë kur ka shku në qeveri, pa thësha veç Gjavitin i pas njërë, dhe unë na kemi pasur disa deputet për Pejë, po unë si kam dëgju kur të përmen Pejën. Asë se besoj që i kanë dëgju kush në Parlamentin e Kosovës të përmen Pejën. Unë, po ju them sinqerisht, për Pejën i kam zirë 2 dhe 3 projekte në vjetë. A ti tregojmë këto cilat janë më të rëndësishme, sepse ka projekte që janë milionshë. Ti din gati ma mirë se unë ke pas impakt rëndësishëm në implantin e ujrave të zezave për sigurimin e buxhetit pikërisht nga kryeministri, kandidati për kryeministër Bedri Hamza. Ka thonë gazi, me e bishku me gazin e kryeministri, kam thonë që Peja ka nevojë për këtë projekt, ka qenë edhe gazi prezent, me herë ka thonë po, ka thirrë ata
sekretarin e vetë kur kanë qenë, i ka vëzu qysh me ba atë, qysh me da bugjetin, dhe kanë da bugjetin duket 500.000 euro ka qenë për atë implantin e ujnave të zeza me blet tokën, sepse komuna s'ka pas lek me blet tokën. Edhe bjën disa projektet e kanalizimit që janë shumë të analizuar. Kanalizimi ujnave të zeza, ku ta dion në rrugë veçanta për asfaltim. Një hektar i turizmit e kisha cekë një projekt që po besoj edhe Gazdi tha që ka mu realizu këtë vit rruga për shtedim. Edhe për aty je një farë forme inicu si dhe siguru si nuk e bugjet. ka realizu projektin dhe faja është e tina. Premtoj që dhe ta realizoj. Nuk ja fali. Projekti ka qenë rruga e sigurisë dhe e turizmit, pej atësaj doganës në Molin e Zi, ku vizohet Karozhaja, e deri në shtedim dhe pastaj pej shtedimit mu lidh rruga për rrugovë dhe me dalën pej. Janë disa arsye pse duhet ajo me u bë. Mas pari rrugët kufini, policia mundet me qarkullu pa problem, sepse është rrugë që qarkullohet krejt gati, po thujse në tërësirë dhe të kufinit, nuk ka nevoj me dalë në kamë dhe për me mbrojt kufit dhe për me mbrojt kontrabandë. E dyta, unë nuk kam kundër që kur gjatë që është asfaltu rrugova, por rrugova dhe bjesht e Nemuna janë shpallë park nacional. Në kushtet e parkut nacional, unë mendoj që është tash dhe duhet me vepru në ryshe me krejt zonën. Duhet me ndërtu fshatra turistike, duhet me bë plane për teleferik, dhe këto fshatra turistike, përveç që mujnë me flajt nalt, qoftë në hotele, qoftë në shtëpia të vogla, duhet me qenë të lidhuna me teleferik me pejen. Peja duhet me qenë qendra e turizmit. Ata skiatorët i morin skijat me teleferik, prej këtu i të shkojnë aty me teleferik, por hotelet, qëndrimi, diskotekat e mramjes duhet me qenë pej, jo atë. Dhe fshata, po them ato që i kam pa në Zvicër, në Austri, si është funksionojnë. Kërkun nuk ka në bjeshk banim, ka në hotel të mirë, por banimi për turistë ashtu, por e drejta me po teleferikun duhet me qenë e privatve, jo me prit shtetin dhe sa ta banë. Privat mu i mu bashku, me u dhonë të drejtën me bo një fshat turistik, po e zonë Lip, po e zonë Shtedim, po e zonë, tash edhe për skim, ne e kanë zonë Moli Zi, ne ke po që ka bo në Shtedim. Lidhur, gjitun me kufinë, e ka bo qendrën e skimit. Tash njerëz kanë me shku në Shtedim me nejtë në skimin. Sepse kufinin, po besoj që s'kanë me rujt ata për skiatorët, skijat në krave shkojnë. Jo, sepse kanë interesa që të shkojnë atë. Na duhet me u dhanë mundësi private. Private e bën atë teleferik. Nuk e shkel ambientin teleferik. Në asnjë rast, ato janë shtylla që kalojnë edhe mi lisa, edhe në përkodra, edhe nuk prekun kërkun në tokë. As prishet ambienti. Kur tek e ty e rregullar. Ministria e kërkon një leje mjedisore. Po mirë, nuk duhet një ndalu. Nuk duhet një ndalu. Përdo që ne kemi folë për Borean. Por Borean mu ka kesh, se Gazi ka qenë shumë i lumtur që me bënë. Por ata që kanë arë me bënë, nuk e bënë. Tani qarë me bënë. Pse me i lypë na dikun me në arë do me thes të lek të pareve në shtëpi. Nuk ka asi që vinë. Vinë, po besoj, ka raste që vinë ka shteteve arabe, mi u dhona e mundësi e bojnë, por nëse dojmë mi u dhona bizniseve të Kosovës, edhe këtu të pejes veçanërisht, duhem u bashku, e teleferiku kush hip pagun. Është interes edhe financiar, nuk është çështje që duhet me shpenzu komuna, rrymen e pagujnë ata që e kanë teleferikun, lekti marrin ata, tatimet ja pagujnë komunës, dhe ka që është e punë. Janë të hyra materialet për komunën. Edhe atje restorani me gjonat nxehta, me sene, me ushqimet mira, punon e funksionon, edhe një hotel dikon qartë,
Edhe do villa i marron dikush, po villa jo si don kush. Sipas standardit. Projekt me t'u knaqë sytë edhe shpirtin, me pas rrymë, me pas ujë, me pas kanalizim të ujnave të zeza. Tani, ti e din që është në Tanaun të kënej që është bo me villa krejt rrugova, po këtë vit bile më duket, më kanë thonë që kanë punu pak, se njerës shkojnë njëherë me përjetu, me shiju, po njerës duhet me shku me ushqime prej pejë. Absolutisht po. Ushqimin pejë me shku me homën në shpi atje. Në shpi për shpi rritë shpi tonë edhe hanë. Okej, cili është misioni juaj këtë mandat në Kuvendin e Kosovës, sa i përket pejës? Çfarë të mira mund të presim nga Xhavit Haliti që t'i sjell pejë e që sot i mungojnë? Unë mandatin tim, po menoj e përmena këtë ngrohtorën, unë po menoj që betejën ka me zhvillu për ngrohtorën në qytetit para. E dyta, duhet me bisedu dhe me bo një projekt për rezervarët e ujë. Nështë atë duhet me pas shpenzime bukur të mëdha Kosova, po Kosova s'ka ujë. Dhe ju e dini që edhe Prishtina ka pas probleme këtë vit me ujë që ndodhët, po edhe peja ka pas. Gjysa pejës nuk ka pas. Nuk ka pas ujë. Tani me i thonë dikuj që peja s'ka ujë, kur i ka 4 lumej, po thuj se 4 burime lumejsh këtu, është absurd. Qa duhet me bon, sepse është edhe ngrohja e klimes është problematike, duhet me mendu me bo rezervar të ujtë edhe me bo impiant për pastrimin e ujnave të pijës. Na spim ujtë pastrum, na pim ujtë burimi. Dhe ujtë burimi pak kur shpim në botë sot. Po edhe ky nuk është i dobishëm, sepse ka shumë gelqere ujnë pej. Ne po them që duhet pa tjetër me mendu ku do t'i bojmë rezervarët e ujtë, që që ka bo Gjakova Radoniqin, me bo edhe këtu. Bashkë me istokuna, veç peja, disi me ja bo, bashkë me deqan pej i stok, duhet me u shpërnsu tokat, ku do që bo ataj, edhe duhet me pas mundësi për të furnizimit me ujë këto qytetet, cilat gravitojnë ose cilat financojnë projekte. Ose nëse e financojnë projektin Kosova, në buxheti i qeverisë, atër është diçka tjetër. E këto dy çështje janë jetike për qytetarët e pejës. Një ambienti ruhet dhe nuk prehet pylli, përmes ngrohtorës, sepse ngrohtorja bëhet edhe nuk lëshon ndotje, edhe e dyta ujë i pijshëm duhet me qenë bollek, sepse përveç pijës duhet edhe mu pastru. Okej, isha ndalë tek fushata zgjedhore, një fushatë e shkurt, mirë po dinamike. Harrova fushën e sportit. Stadiumin duhet me ba, duhet me kry. Stadiumin qendror, po. Po, stadiumin pej duhet me kry. Po, besoj që edhe këtë do të... Duhet me gjetë mundësi për me financu edhe stadiumin, po edhe sportin. Kjo qeveri ka miratu, ka nda bugje 2-3 herë, se e di mirë pas një herë nuk është marrë me konkretisht në të. Ku është? Okej, fushata e shkurt, mirë po dinamike, a ka ndryshu në esencë nga fushatat e kaluara për shkak të kohës shkurt që e ke? Jo, është ma e butë fushata, nuk ka shumë fyrje, nuk ka përplasje në distancë shumë të mëdha, përplasjet në politikë duhet me qenë gjithmonë, sepse kështu është në demokracia kjo është. Por nuk ka përplasje me fyrje, me ato sharet e Albinit, nga qujtë hajvanat, nga qujtë me novka të ndryshme. Edhe ne po dalim edhe kemi dalë me fitu, sepse mendoj që edhe qytetarët e Kosovës janë mërzit edhe veçanërisht disa kategori cilat janë sulmu dhe janë luftu nga kjo qeveri. Qeverit ndërrohen me vota, ose fitojnë partit, ose fitojnë me vota, në qoftë se qytetarët mendojnë që duhet me fitu PDK-ja, e kanë dorë me votu PDK-n, në qoftë se qytetarët mendojnë ndryshe, prapë e kanë të lirë, e kemi diasporën që tash kthehen për pushimin në Kosovë, ata
janë të lirë të vinë në shtëpitë e veta dhe janë të mirë pritur nga të gjithë. Dëshira e tyre është se cilën parti e votojnë, por mirë është që edhe ata me votu dhe me u mundësu dhe me u prit mirë nga çdo qytet në Kosovë. NP është mirë me bo një pritje pak ma ndryshe, pak ma mirë, se sa veç me ato barakat me pije. Okej, zoti Haliti, s'po ju kam parashtruar ndonjëherë këtë pyetje, personalisht unë jo, asnjëherë nuk e qenë në ekzekutiv. Atë ka shku ndonjëherë mendja me kandidu për kryetar të PS? Jo. Pse? Sepse nuk e di, unë e kom mendu vetën gjithmonë me qenë në pushtet në qendër. Figurë nacionale? Po, edhe nuk kam konkuru. Ndoshta që kish shku menja ndonjëherë, por duke qenë në parlamentin e Kosovës, unë kam pas mundësi me bë diçka më shumë se sa me i numru. Me i numru sa lek i harxova në pej, për shembull, me u pas zgjedh njerë kryetar. Duhet me numru lek, duhet me raportu për lek. Kështu unë i kam sjell projektet, lek i ka numru gazi. Nash, shka, në rëndësi është që për qytetarët mendoj që kam shërby aq sa kam pas fuqi dhe mundësi, nuk e kam lënë diçka për kohën ose për mundin që e kam bë. E kom pas mundësit sepse dhe qeveria, projektet mi ka mbështet, edhe komisionin parlament, edhe janë votu në parlament dhe kështu. E kjo është fuqia dikujt që e respektojnë të tjertë ose... Absolutisht. Sepse ti mund është me shku, mund është me gjithë deputet, po në qofë se ti folë dhe kërkush të voto kur gjallë i problem. Ki arrit me nxjerr buxhet edhe për qeverive tjera, jo veç kur PDK-ja ka qenë. Por ashtu shiko këto që da mujtë këtujt edhe me tënë kryeministat që kanë qenë, nuk më ka thonë kush ju asnjëherë. Po me këta të vetë vendosis, dhe të thonë, nuk ju kam shku në zyrë, nuk kam qenë shumë aktiv për projekte, sepse kanë pas një politikë që detshme. Çdo propozim që e ka bë PDK-ja, edhe LDK-ja, këta kanë votu kundër. Kanë votu kundër ligjit për kategoritë e luftës, kundër ligjit për veteran, kundër ligjit, kundër gjithë shkafet që kemi propozu projekte për interesat vend. Kujtohet një rast, veç një projekte kanë votu, edhe ato i ka lutë një deputete, ju lutëm krejt një refuzut, një bile mirë ato mani, edhe me si në shaka kanë votu, por nuk ka pas seriositet të analizës për projektet për cilat kemi propozuar. Sepse asnjë projekt nuk është bo as për vota, dhe të jem thea që si ke thonë kërkuj që ke kalu projekte për pejë. Absolutisht. Ose kom bo ato për vota. Sepse kur dalish edhe t'ju thu, duke që po ju them, ja se jo nëzora këtë projekt tash më kini bërsh. Këtë kur së më ka bërsh. Unë i kam me qefa punë, e kom bo me shumë përpjekje mund, por mendoj që pejë ka dalë mirë, këtu që mirë. E kom shiku listën e PDK-s për kandidat edhe nëse nuk gabaj, je i vetmi në listë që garon për deputet nga ish shtabi i UÇK-s. A është e vërtet apo ke edhe një bashkëpunëtor në listë për deputet? Shiko, UÇK-ja ka pas shtabin qendror në fillim, edhe antari shtabit qendror ka qenë Ajit Hasani, që është kandidat, edhe pas arrestimit në Ajitit dhe në periudhën e rritjes së luftës, na e kemi ndryshuar martimin, e kemi bërë shtabi i përgjithshëm në 98-ën dhe nga ky shtab i përgjithshëm jam unë i vetmi që kandidoj, edhe nga drejtoria politike jam i vetmi që konkuroj, edhe nga delegacioni UÇK-s në Rambuje jam i vetmi që kandidoj. Arsyet ko mujtë edhe unë mos me kandidu, por po du me kandidu dhe po du edhe me ju të regu paka shumë për UÇK-n këto 4 vite mandatit. Okej, numri 14 është numri juaj, sot e pash një postim që e kishit bo, e kishit identifiku numrin e juaj me legjendat më të mëdha të futbollit.
me Xavi Alonson, me disa të tjerë që realisht shquhen. Jam fitimitar, po me fitu. Jam lojtar i mirë në politikë, unë mendoj që kam luajt shumë mirë edhe kur s'kam pas funksione politikit të kalibrit të tashëm, por mendoj që funksione që i kam pas në ÇK dhe në LPK kanë qenë shumë ma të rëndësishme dhe shumë ma kontributëse për interesat e vendit, se sa këto me projektet të miratume në kuvendin e Kosovës. E ki lidhë edhe me... Ky projekti ynë, ose projekti i UÇK-s, i realizum, ka diku që me pas në atë këto gjitha tjera. E ki lidhë edhe me 14 shkurti, në me 14, me ditën e dashuruar. Dita e dashuruar, unë jam i dashuruar në Kosovë. Okej, kisha vazhdu me disa pyetje të shkurtra, pak sa provokuse dhe pak sa ndoshta fani ti quaj një farforme, jo që sharake, po thjesht relaksuse. Politik me përvojë apo energji të re? Jo, unë jam politikan me përvojë shumë të madhe. Jam politikan me përvojë të legales dhe të legales. Megjithatë, edhe energji e re për shkak të mungesës së... Shiko, energji unë s'kam thonë që më ka lëshu energjia. Absolutisht jo. Unë mendoj që edhe kur s'kam qenë, nështë shumë aktiv, prap energjia ime ka reflektu edhe në vendimet e qeverisë, bile dhe këta të vetë vendosës ka njëherë bishin në ato idetë e mija që i hullësha publikisht. 2 herë nuk je zgjedhur, mirë, po nuk kanë zgjatë që ato 2 mandate, do këtë ka 1 vjetë, mas shumë ti. Po, nuk jam zgjedhur, është e vërtet 2 herë. Që ke lënë kohën e lehtë. Asë 1 vjetë, ata po bëjnë shakat, po problemi i zgjedhjes edhe i mos zgjedhjes është pak në Kosovë problematike, sepse nëse ka frymë kundër teje, s'mund është më zgjedh. Edhe problemi i manipulimit të votave ka qenë evident në Kosovë dhe prap nuk ka siguri kërkosh që vota nuk manipulohet. Mendoj që janë disa çështje me të cilat duhet në të ardhmen në marrë, për ndryshimin e ligjit të zgjedhjeve, për mënyrën e numërimit të votave dhe kompetencat që në rast të dyshimeve të mëdha, të jepen kompetenca dikujt shtesë për numërimin e votave. Dhe ata që do duhej, sipas meje, prapë me numëru, janë institucionet veçanta të Kosovës. Me një fjalë, si e përshkruan kuvendin e Kosovës, cilën pothuaj se u shpërbë edhe realisht ishten për këtë 1 vjeçar. Me një fjalë, ç'është kishte përshkruar kuvendin e Kosovës? E di që e ki postu një status që e ki quajtur cirk. Cirk e ki quajtur. Qysh? Cirk. Cirk, jo, cirk ka qenë ky. Po ka një herë u bë cirk. Jo. Po cirk bën krejt parlamentet e botës. Po na e kemi bë cirk pa nevojë. A të lodh politika, zot Realiti? Jo, nuk muj pa politikën. Okej. Debat i fort apo kompromis i mençur? Debat i fort. Okej. Edhe kompromisi është ka njerë, po pa debat nuk ka lezet parlamenti. Politikanët flasin shumë apo punojnë pak? Pyetje interesante. Flasin shumë. Për që ata quhen politikan. A e keni blokuar dikënd dhe një person politikisht? Thjesht nuk keni vazhduar kontaktin më mas një herë me të? Po. Ke pas arsye të fortë? Kam pas arsye të fortë. Zakonisht njerëz që më rrajnë një herë nuk kanë vlera. Nëse s'do t'ish... Nuk jo lejoj dytën herë. Shëja mundësi. Nëse s'do t'ishit politikan, çfarë do t'ishit sot? Nështë elektricist.
Shkon për dore? Jo, po them, sepse unë kam studiu letërsi dhe kam andru me shkru, me u bo poet edhe mësus. Po gjithmonë me idenë që sepse letërsia është gjithmonë, ata studentat e letërsisë shumica kanë rënë në burg, burgosun politik, po letërsia është e lidhur me patriotizmin, me atetarizmin, pjesa e letërsisë së sotme, pjesa e letërsisë romantizmi edhe realizmin socialist që ka qenë. Por nuk kam pas fat me ushtru këtë profesion, sepse në prag përfundimit studimeve janë bërë arrestimet, unë jam lik, edhe burgu e ka bot vetën 2 vjetë sa më kanë pedat, edhe pastaj kom diplomu në Shqipëri. Gjithë këtë jetën ka shku në aktivitet politik, nuk e marrë me diçka tjetër. Okej, ky mandati i fundit apo? Shikoj, mandati i fundit nuk e besoj që është, sepse unë nuk jam as i smut, nuk kam as ndaj problem me men, kështu që mandati i fundit është atëherë kur nuk zgjedhin edhe kur nuk mundesh me dhënë kontribut. Tani mandati i fundit mund të jetë si deputet, mase, po mendoj që mund të më shfrytëzoj dikush si këshilltar të mirë. Çfarë do të thojë sot votuesve skeptik? Votuesve skeptik do ju thoja mos sabotoni votën. Vota e qytetarëve të Kosovës është votë e cila ju jep mundësi me zgjedh njerëzit që i duan. Kështu që votuesi skeptik, ata kanë njëherë të thojnë çka fitojnë që votoj, hajde, votyni. Ose kanë një shprehje ta vjedhin, kanë vjedh, s'kanë vjedh. Ja, to nuk qëndrojnë, sepse na kemi ndërtu ligj, kemi bë ligjet, kemi bë institucionet ligjzbatuse dhe për gjithçka qytetari dhe politikani është para përgjegjësisë permanente. Le të votojnë dhe kur voton ti, e nin vetën mirë se e ke autorizu dikan me votën tonë, me të udhëheq, me të studu, me çfarë dush, me punu për ty, për interesin tonë. Edhe e nin vetën pak ma mirë kur i thu dikuj pse s'po punon, ose pse s'po flet për diçka që duhet me folë. Janë gjona që krejt botën. Ja, ka vene që kanë të obligueshme, dënosh edhe me burg edhe me parë në qoftë se nuk voton. Por këtu njerëzit pritojnë me dalë. Jo, s'na kanë qitë emnin atje, por emnin mundesh e keni sistem që mundesh me kërku me rregullu venin ku do me votu. Jo, ka shumë që nuk votojnë, nuk është tjetë. Është pa përgjegjësi, mos përgjegjësi e secilit qytetar që nuk voton. Mendoj që është përgjegjësi e madhe. Sipas teje, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Memli Krasniqi apo Bedri Hamza është kryetari ideal që ka pas PDK-ja? Shko, unë mas pari du të them, me qenë se nuk janë gjithë njësoj. Me Kadrinë dhe me Hashimin e kam pas një angazhim shumë të rëndësishëm dhe shumë të rëndësishëm. Pas të hyma më të tutje. Hashimi ka lënë gjurmë shumë të mira si kryeministër edhe si president i vendit. Kadria s'ka qenë kryeministër, ka qenë kryetari i kuvendit dhe ka udhëheq kuvendin mirë. Ka njëherë ma kalon mu, kam drejtu seancat. Bedriu ka qenë ministër. Kur je ministër, je vartë si kryeministër. Tani, ky e ka mësu lojën, e ka mësu veprimin. Dhe thonë, kryeministri është problemi më të madh e ka me buxhetin, me
investimet, me shërbimet që i bën, dhe po besoj që edhe ky do t'jetë kryeministri që do të lënë gjuhën pozitive. John Stuart Duncan, unë e di kush ishte Xhavit Haliti, ai ka qenë një person me rëndësi të madhe për ne. Edhe seanca pastaj ka vazhduar private. A kemi shtu diçka? Shiko, unë kam shumë me shtu, kam shumë me fol, por unë s'kam fol. Janë disa gjana që unë i di dhe i maj. I maj sepse janë çështje të arkivave të fuqive të mëdha. Nuk janë për t'u lavdu, se unë më i mu lavdu, sa kam për çka lavdu. Edhe në raportet me qofë me Britanez, qofë me Amerikanë, qofë me Italianë, me Evropianë, me atë sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, me generalin Clark. Me gjithë këta, unë kam pas nga një linjë komunikimi edhe raportimi, edhe bisedimi. Tani, ky e din shumë mirë, se ma kanë qu aeroplanin njerë me marë në Ljubljani, me arshimin, ma kanë qu në aeroplan ushtarak, ka marë dhe më kanë sjellë me bisedu diçka. Po, ta ditë ma shumë për mu se unë e për të. Okej, e kisha përmbyll biseden me një fjali apo me pak fjalë për Kosovën e nesërme. Unë e besoj që Kosova nesër do t'jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Kosova nuk do të lejoj avantura politike të askujt, dhe Kosova me njerëzit që i ka të vyrë, edhe në përëndim, ata që kanë dalë do të kthehen për të qenë këtu në shtëpitë e veta dhe për të punuar në Kosovë dhe për të fituar njësoj që fitojnë atë. Futja në Bashkimin Evropian i barazon edhe qytetarët edhe vendë. Në këto zgjedhje, qytetarët kanë shumë arsye për t'ju votuar. I përmendëm disa prej tyre për shkak të kohës kufizuar, për shkak të përfaqësimit më të mirë të mundshëm që ja bën UÇK-s në listën e PDK-s këtë rast, si kandidat për deputet, për të mirat e pafundme që i sjell qyteti të Pejës, për lirinë që ne gëzojnë, dhe shumë të tjera që ndoshta sonte nuk i përmendem, por në një rast tjetër do t'i përmendim. Këto janë disa prej arsyeve që unë i përmenda, e që po besoj të dielën e 28 dhjetorit do t'janë arsye për secilin votues ta votojnë Xhavit Halitin, i cili po besoj është një lloj ikone kuvendit. Shko, më vjen keq që nuk votohem aq sa duhet në Pejë. Por Peja ka pas gjithmonë figura historike. Këtë historinë e re, realisht në ka veç mu. Ka shumë politikanë, po si Pejë, në ka mu dhe po besoj që në qoftë se në gjuhën e zbardhjes së ftyrës që themi ne dhe e kryerjes së obligimit si qytetari i Pejës, e kom kry mas mirit dhe historia do ta thotë vetën në fund. Okej, diçka për më shtu për fund që ndoshta nuk e përmendëm, ndoshta shumë e rëndësishme. Jo, s'kam diçka të veçantë, por i kisha lutë vërtet qytetarët e Pejës që ta votojnë njërin e ty. Zotja Haliti, faleminderit shumë për respektin që kishe, na nderove me ardhjen tuaj në emision. Dëshirojmë gjitha të mirat dhe pse jo, fitore në këto zgjedhje, këtë mandat, në këtë fushat shpejt, shkurt, dinamike, por pa presione. Faleminderit për josh, kemi të bërës për shumë pyetje, por një herë tjetër. E lam herën tjetër, pas zgjedhjes suaj si deputet, dhe do ta bëjmë në zyrën tënde në Parlamentin e Kosovës. Sepse, shiko, mendoj që shumë pyetje janë diskutabile në Pejë. Kanë lexuar shumë çka për Xhavitin, por ka pas shumë pa vërtet. Çka do të zbardhje sot? Dhe jo, ti din çka do të duhej me qenë konkret.
Unë jam interesuar dhe do të flas konkretisht për gjitha akuzat që janë bërë publikisht në për media, edhe në për pazarët e nëndërshme kuluare dhe intrigave. Dhe unë du me folë mas parin për. Do të na për ekskluzivitetin edhe. Po. Herën tjetër, do ta kemi një intervistë tjetër ekskluzive dhe do të flasim për shumë çështje që i përmendi zoti Aliti, për shumë të thëna, të cilat asnjëherë nuk janë argumentuar dhe që dëftuan për herë të parë këtu tek ne në Protagonist. Kjo ishte intervista e fundit për këtë fushat zgjedhore me zotin Xhavit Aliti, edhe njerë ju ftoj ta votojnë numrin 14 të listës së PDK-s dhe ne shihemi bashkë pas zgjedhjeve, po besoj me lajme të mira. Faleminderit. Faleminderit shumë.